Mirëmëngjes të gjithëve. Nderuar Presidenti i Republikës së Shqipërisë, nderuar Kryetar i Kuvendit të Republikës së Shqipërisë, nderuar Kryeministër, nderuar ambasadorët Sekui dhe Hoffman, nderuar Kryetari i Gjykatës Kushtetuese të Kosovës, anëtarë të Komisionit Venecias, gjyqtar, ish kryetar i Gjykatës Kushtetuese, përfaqësues të institucioneve të pavarura, të nderuar pjesëmarrës. Me rastin e 15 vjetorit të Kushtetutës së Republikës së Shqipërisë, Gjykata Kushtetuese e Republikës së Shqipërisë në bashkëpunim dhe mbështetje me Komisionin e Venecias dhe Fundacionin Hans Adel të përfaqësues të qeverisë gjermane kanë organizuar këtë konferencë me temë Kushtetuta si instrument stabiliteti dhe qëndrueshmërisë e zhvillimit. Natyrisht që 15 vjet nuk janë shumë, por nuk janë edhe pak. Ka patur diskutime, ka patur debate, Kushtetuta ka dhënë frutet e saj në forcimin e konsolidimin e demokracisë, por debatet rreth Kushtetutës dhe drejtësisë kushtetuese kanë vazhduar dhe vazhdojnë për herë. Natyrisht që duke qenë se në bazë të Kushtetutës, Gjykata Kushtetuese është organi që garanton respektimin e Kushtetutës dhe bën interpretimin përfundimtar të saj. Organizimi i kësaj konference i shërben edhe debatet e diskutimit për përmirësimin e mëtejshëm të drejtësisë kushtetuese. Tradita kushtetuese në Shqipëri ka filluar natyrisht më herët, parë nga perspektiva disa kushtetutave të cilat kanë vepruar në kohë të ndryshme në Shqipëri. Kushtetuta aktuale, e cila është miratuar në 28 nëntor dhe në fuqi në atë datë vitin 1998, mbush 15 vjet. Natyrisht që përveç miratimin nga Kuvendi, kjo kushtetutë i nënshtrua edhe referendumit popullor dhe vjen në fuqi në datën 28 nëntor. Në këto 15 vjet ajo ka luajtur një rol të rëndësishëm, jo vetëm si akti kryesor dhe e pron sistemin normativ të akteve juridike, por edhe sistemin e institucioneve dhe praktikave shtetërore, politike e sociale të vendit. Kushtetuta e vitit 1998 ka patur 3 ndryshime, të cilat përkatësisht janë bërë në vitin 2007, 2008 dhe 2012, ku 2 ndryshimet e para kanë patur të bëjnë në organizimin dhe funksionimin e disa organeve kushtetuese, ndërsa ndryshimi i fundit i vitit 2012 ka të bëjë me imunitetin e disa zyrtarëve të lartë të shtetit. Pavarësisht jurisprudencës kushtetuese, vetë kushtetuta si një akt i cili duhet të përgjigjet dinamikave shoqërore, natyrisht që ka nevojë për përmirësime. Ndërsa ka një konsensus të gjerë mbi faktin se kushtetuta nuk mundet, por as nuk duhet të jetë plotësisht e pandryshueshme, ka një hapësirë të gjerë mendimi mbi diskutimin se sa elastike duhet të jetë kjo kushtetutë. Ky diskutim është i lidhur jo vetëm me pyetjen se çfarë është kushtetuta dhe çfarë duhet përfaqësojë ajo, duke parë nga një këndvështrim negativist i konstitucionalizmit, do të mbështetë ideja e mos ndryshimit të kushtetutës. Por, duke parë nga një perspektivë pozitiviste, do të inkurajoshin ndryshimet. Ndryshime të cilat do të ishin të nevojshme dhe me qëllim për ekzistencën e një qeverisë demokratike sa më funksionale. Gjetja e ekuilibrit mes stabilitetit të kushtetutës dhe elasticitetit të saj, si dhe modelit orientues për sistemin e drejtësisë kushtetuese, mbetet pjesë e diskutimit hapur dhe vazhdues. Duke besuar se kjo konferencë do t'i vlejë edhe këtij qëllimi, pra debatet mbi reformat kushtetuese, ju falenderoj për pjesëmarrjen tuaj dhe ju uroj punë të mbar punimeve të kësaj konferencë. Dhe tani, për të përshëndetur në këtë konferencë, fjalën e japim kryetarit të Kuvendit të Republikës së Shqipërisë, zotit Ilir Meta. Zoti kryetar, fjala është për ju. Ja, isha këtu si dëshironi. I sistemit të drejtësisë përballë sfidës së gjithanshme dhe as pak të lehtë të njësimit të sistemit tonë të të jetuarit
me atë të tjetuarit në familje europiane. Dhe për këtë arsye e çmoj shumë edhe këtë eveniment sotëm, këtë përpjekje për ta parë ditëlindjen e Kushtetutës dhe përvjetorin e 15 saj si një oportunitet për diskutuar mbi historinë e Kushtetutës në këto 15 vite, mbi të mirat dhe të metat e saj, mbi çka Kushtetuta na ka garantuar në këtë vend dhe çka nuk kemi mundur t'i garantojmë Kushtetutës pavarësisht qëllimeve të mira në të cilat mund të jemi nisur, dhe mbi të gjitha, mbi se si Kushtetuta dhe kjo gjykata kushtetuese do të kontribuojnë për të forcuar standardet e shtetit të së drejtës në Shqipëri. Jam shumë mirënjohës për mundësinë që më dhat për ta përshëndetur këtë eveniment dhe ju siguroj në bindjen dhe në vullnetin e palëkundur të qeverisë, jo vetëm për të respektuar në çdo hap Kushtetutën dhe për të garantuar kushtetutshmërinë e çdo veprimi të saj, por edhe për të parë me shumë interes çdo përpjekje brenda sistemit të drejtësisë dhe çdo hap në pjesë të ndryshme të këtij sistemi për të forcuar kushtetutshmërinë në bashkëjetesën mes njerëzve dhe mes institucioneve të vend. Faleminderit. Faleminderit zoti kryeministër, zoti Bujar Nishani, zoti president, fjala është për ju. Faleminderit zoti kryetar i gjykatës kushtetuese, nderuar zoti kryetar i Kuvendit, i nderuar zoti kryeministër, nderuar ambasador të pranishëm, antar gjykatës kushtetuese, jurist, është një kënaqësi e veçantë edhe për mua që të jemi pranishëm në këtë konferencë shkencore, kushtuar gurit të themelit të një shteti, Kushtetutës, në këtë 15 vjetor të saj. Edhe pse i ri në moshë ky akt themeltar, paraqet një rëndësi të veçantë për gjithë sistemin shtetëror dhe shoqëror. Supermarcia e këtij akti madhor themeltar është e padyshimit. Dhe pikërisht prej këtu lindin edhe institucionet në themel të shtetit tonë, bashkërisht me misionin dhe rolin e tyre në garantimin e rendit kushtetues dhe të lirive dhe të drejtave të shtetasve. Superioriteti i Kushtetutës në hierarkinë e piramidës së burimeve të së drejtës është shumë i rëndësishëm për krijimin dhe ruajtjen e strukturës shtetërore. Besoj se kjo e përsi e mban Kushtetutën jashtë zhvillimeve të politikës zakonshme, por jo larg vëmendjes saj, duke bërë që strukturat themelore të shtetit të qëndrojnë mbi politikat elektorale dhe të sigurojnë paprekshmërinë e sistemit shtetëror, pavarësisht nga rezultatet e zgjedhjeve, si dhe çka është më e rëndësishme, pavarësisht nga forcat politike që do të fitojnë zgjedhjet e radhës. Gjej rastin këtu që ju risiguroj se si presidenti i Republikës dhe garanti i Kushtetutës do të vazhdoj të jap maksimumin dhe të përdor çdo instrument kushtetues dhe ligjor me qëllim garantimin e qëndrueshmërisë së shtetit të së drejtës, duke respektuar dhe garantuar të drejtat e cilit do shtetas,
dhe çdo element i përbërës të shoqërisë tonë në formën e saj shtet. Nuk kam se si t'i shikoj apo t'i konceptoj të shkëputura nga njëri tjetri respektimin e të drejtave themelore të shtetasve dhe respektimin e pavarësisë së institucioneve. Çdo institucion kushtetues nuk duhet vetëm të kërkojë, por edhe të përkushtohet në garantimin maksimal si të drejtave të shtetasve, ashtu edhe të mirë funksionimit të tij dhe cili do prej këtyre institucioneve. Në bindjen time dhe aktivitetin tim, kushtetuta duhet të jap garanci për një jetë të gjatë dhe qëndrueshmëri. Rishikimi duhet të jetë i rrethuar nga maturia e kujdesi për të nënvizuar aspektin themelor të paktit kushtetues. Përveç se anës historike dhe përpjekjeve të bëra nga Komisioni për Hartimin e Kushtetutës, cilin dhe unë gjej rastin ta përshëndes, për të arritur në krijimin e një kushtetute të mirë fillte europiane, ajo që duhet vlerësuar është rëndësia që ky komision i dha krijimit të një teksti kushtetues me vlerë, të qëndrueshëm dhe të aftë që t'i përgjigjej kërkesave për një sistem të drejtë europian me themele të patundura, por që në të njëjtën kohë t'i përgjigjej edhe realitetit ekonomiko-shoqëror dhe politik të vendit. Kushtetuta e vitit 1998 është një nga elementet institucional më të rëndësishëm që qëndrojnë në bazë të demokratizimit të shtetit shqiptar. Kushtetutat e zgjedhura në vendet postkomuniste kanë pasur një rol të rëndësishëm në demokratizimin e vendit, duke arritur kësaj të përcaktojnë rolet e lojës dhe duke influencuar direkt në mbarvajtjen institucionale të një shteti demokratik. Gjithsesi, mendoj se ishte e vështirë të arrijë ky qëllim për komisionin, por Komisionin për Hartimin e Kushtetutës arriti të përgjigjej pyetjes se si do të bëhej e mundur të bashkëjetojnë të gjitha domosdoshmëritë në mënyrë që të limitohen konfliktet individuale apo ato kolektive, pa krijuar institucione monstruoze të cilat mund të na shkelin pastaj liritë themelore. Unë besoj se po punojmë që edhe në vendin tonë kushtetuta të mos jetë vetëm akti themelor i një shteti, si akt material, por të jetë komponenti esencial i demokratizimit dhe vendosjes së shtetit të së drejtës, duke qenë mbi të gjitha shpirti i shoqërisë shqiptare, sesa thjesht mekanizmi i zakonshëm institucional. Kushtetuta mbi të gjitha ka sensin e një pakti social, e një kontrate mes atyre që qeverisin dhe të qeverisurve, mes të cilëve vendosen parimet dhe instrumentat e një regjimi politik. Në thelb, kushtetuta paraqet mënyrën në të cilën populli përcakton dhe instrumentalizon fuqinë, pra rikonfirmon sovranitetin. Nëse teksti më i vjetër i kushtetutës stricto sensu ishte Magna Carta, e cila shërben akoma si një kushtetut e pashkruar për Britaninë e Madhe, por që në thelb solli një zhvillim të paprecedent, duke kufizuar pushtetin absolut të mbretit, si dhe duke mos i lejuar të plotfuqishmit mbret të dënonte, internonte apo vriste askënd pa kaluar më parë në një proces të rregull gjyqësor dhe ligjor. E para kushtetut e shkruar në botë
ishte ajo e Korsikës e vitit 1735, ku për herë të parë në botë parashikonte parimet e sovranitetit popullor dhe parimin e ndarjes së pushteteve. Gjithsesi, vlen të përmendet edhe një herësh, me zhvillimin e njerëzimit u zhvilluan edhe nocionet rreth kushtetutës si element themeltar i një shteti. Kësaj, lindja e gjykatës kushtetuese si institucion në botë, por edhe në Shqipëri, për këtë 20 vjetor të saj, i rrihet një dimension real kufizimit të sovranitetit real që e gëzonin parlamentet në përgjithësi, por dhe kuvendi shqiptar në veçantë. Është për të vlerësuar progresi që solli kushtetuta e vitit 1998, e cila, duke të shrenjosur parimet as pak demokratike, si centralizimi i pushtetit, mos respektimi i parimit të ndarjes së pushteteve, mungesa e pluralizmit politik dhe instalimi i diktaturës proletariatit, i ridha një frymë të re europiane gjithë sistemit të së drejtës në Shqipëri. Mbi të gjitha, kushtetuta e vitit 1998 është një kushtetutë reale, e cila i përkon realitetit shqiptar, sidomos në parashikimet kushtuar balancimit të pushteteve apo respektimit real të drejtave të njerëzit. Të nderuar zonja dhe zotëri pjesëmarrës, e vlerësoj shumë temën që keni zgjedhur për këtë konferencë shkencore, duke dashur të nënvizoni rolin statik dhe sigurimin e qëndrueshmërisë që duhet i jap kushtetuta e vendit, e sidomos ajo shqiptare. Por mendoj se në kuadrin e aderimit në Bashkimin Evropian duhet të përgatitemi për modifikime të reja kushtetuese, të cilat vinë në përputhje me shpirtin e kthimit në antar, me të drejtat të plota të Shqipërisë në familjen evropiane. Pikat të cilat mund të parashtroheshin për rishikim në kushtetutën e Shqipërisë, si ka ndodhur tashmë në të gjitha vendet anëtare të Bashkimit Evropian, do të konsistonin në një kufizim i sovranitetit kombëtar, me anë të njohjes së institucioneve të Bashkimit Evropian për të adoptuar akte normative për shtetet anëtare. Pra Parlamenti shqiptar nuk do të jetë vetëm një institucion ligjbërës. Në parashikimin që duhet bërë në kushtetutë për të drejtën për pjesëmarrje të shtetasve të Bashkimit Evropian në zgjedhjet lokale në vendin tonë, si dhe drejta e pronësisë mbi terrene apo pasuritë të paluajtshme për shtetasit e huaj, në parashikimin e të drejtës së shtetasve shqiptar për të marrë pjesë si zgjedhës apo të zgjedhur në zgjedhjet e Parlamentit Evropian. Pra rishikimi i kushtetutës për cilën sapo fola nuk duhet kuptuar si një prekje e rëndësisë së këtij akti themeltar, si një kthim të kushtetutës në një ligj të zakonshëm, i cili mund të modifikohet lehtësisht. Por mbetemi mendimit se çdo kushtetutë bazohet apo mbështetet në një vendim apo kompromis themelor. Prandaj ajo nuk mund të vihet në përpyetje përmes procedurave që synojnë ndryshimin e saj. Pasi një kushtetutë, nëse do të ishte krejtësisht e ngurtë, nuk do të arrinte të jepte asnjë garanci për një jetë të gjatë dhe qëndrueshmëri. Por nga ana tjetër, edhe një kushtetutë e butë nuk duhet të lihet të modifikohet sipas dëshirës së shumicës politike. Rishikimi duhet të jetë i rrethuar nga maturia e kujdesi për të nënvizuar aspektin themelor të paktit kushtetues. Pra, rishikimi i kushtetutës duhet parë si një përsosje e saj, kur është një domosdoshmëri shoqërore, por pa prekur bërthamën e parimeve, vlerave, që do ta konsideronim super kushtetutë. Në përfundim të fjalës time, gjej rastin të përgëzoj gjykatën kushtetuese dhe të gjithë anëtarët e saj dhe të gjithë ata që kanë kontribuar në këtë gjykatë për punën e palodhur si roje e kushtetutës shqiptare, e cila ka arritur të jetë jo vetëm tepër aktive me vendimet e saj interpretuese,
në dhe për garantim të Kushtetutës, por ka arritur të jetë edhe më pranë qytetarëve, të cilët gjithnjë më shumë po apelojnë te ky institucion. Ju falenderit dhe sukses.